Libri për sot është libri i një prej autorëve të mi më të dashur, ai quhet Luis Sepulveda dhe sigurisht që e njihni me librin e parë, disa libër tha, le të themi, të cilat ne kemi botuar tashmë, po sot po ju prezantojmë me librin e madh të prrallave, i cili përmban brenda 5 nga këta libër tha të vegjël të botuar më përpara, por që të janë të mbledhura në këtë libër të jashtëzakonshëm, dhe janë Historia e një pulbardhe dhe Maçokut që mësoi të fluturonte, Prralla e Maçokut dhe e Miut që u bë shok i tij, Prralla e Kërmillit që zbuloi rëndësinë e të qenit i ngadalt, Prralla e qenit që mësoi një fëmijë lumturinë, Historia e balenës së bardhë e treguar nga vetë ajo. Dhe në fakt, që nga titujt, secili titull i këtyre 5 prrallave, të cilat për mua, por dhe për shumë të tjerë, nuk janë thjesht prralla për fëmijë, por janë prralla për të gjithë ne, janë këta tituj pra të tregojnë se sa mirë të bën të ndihesh ky libër, se sa shumë ta zbut zemrën dhe se sa mirë i bën inteligjencës emocionale. Në fakt, ky është një libër që unë ja rekomandoj të gjithëve pa asnjë lloj dallimi moshe, dhe sidomos prindërve t'ju lexojnë fëmijëve të tyre, ose fëmijët i lexojnë më vete, për shkak se është një nga ata libra që të ngelen dhe realisht të jep mesazhe të jashtëzakonshme që kanë të bëjnë me humanizmin. Në fakt, po ta shikojmë dhe nga titujt, Historia e një pulbardhe dhe Maçokut, pulbardha me Maçokun si mund të jenë vallë miq, apo Maçoku dhe Miu që u bë shok i tij. Në fakt, këto janë 5 prralla që janë të thjeshta për të lexuar, por janë aq shumë filozofike për nga mesazhi që përçojnë dhe për nga mënyra se si janë shkruar dhe që sigurisht secila prrallë të lë me një mendim të jashtëzakonshëm, edhe me ndonjë të qartë të vogël, sepse ka momente në fakt që bëhen të trishta ashtu siç është vetë jeta, dhe në fakt janë 5 prralla që unë do t'i konsideroja si baza e jetës së një njeriu të mirë, që mund të bëhet edhe më i mirë. Ndaj them që Luis Sepulveda, i cili për fat keq nuk jeton më, është një nga ata shkrimtarë i cili do të lexohet gjithmonë, kurdoherë, edhe në këto kohë të këqija kur lajmet që dëgjojmë ditë për ditë janë vetëm me vrasje apo me gjëra të shëmtuara. Ky është një libër, në fakt, ky është një libër ku ti mund t'ulesh edhe të shijosh edhe befas të ndihesh më mirë. Pra një nga ata libra vërtet për të ndier më mirë. Por lexoj vetëm një moment që ka të bëjë me është në fakt e para, edhe është Maçoku Ziosh, Maçoku Kloçit, në fakt Kloçit. Maçoku Ziosh, i madh dhe trashaluq, qëndroi për shumë ditë i shtrirë pranë vezës duke e mbrojtur dhe duke afruar pranë me këmbët e tij leshtore, tërë për kujndesje, sa herë që një lëvizje pa vullnetshme e trupit të tij ja largonte disa centimetra. Qenë ditë mjaft të gjata dhe plot siklet që nganjëherë i dukeshin krejtësisht të kota, sepse i bëi sikur po kujdesej për një send pa jetë, për një lloj guri të brisht, edhe pse i bardh e me njollza të kaltra. Një herë i torturuar nga ngërçi që i shkaktonte mungesa e lëvizjes, nga që sipas urdhrave të kolonelit duhet largohej nga veza vetëm për të ngrënë dhe për nevoja vetjake, u bë kurreshtar të kontrollonte nëse brenda kësaj shtëpie kallçumi po rrite me të vërtetë një pulbardhe vogël. Kaq përsa ju mbase këtë prrallë keni lexuar, por janë dhe 5 të tjera, siç e thash, të cilat janë prralla, dhe ky është një libër në fakt që është libri i sotshëm. Unë do thoja që është një nga librat më të mirë të ta keni patjetër në librari, për vete dhe për fëmijën tuaj.